Si bëhet testi Abnis, se ndoshta ka edhe njerë që thonë nuk e di se s'flej me s'kam partner, s'flej me dikë që më dallon, dhe të vi ta bëj një test. Në fakt është shumë i lehtë. Është test jo invaziv, nuk kem nevojë as një gjilpan me dhanë. Pa dhimbje. Vetëm si është pak i gjatë, është një formë holterit. Çka i bie që ne duhet ta studiojmë gjumin. Duhet ja vendosim një aparat shumë i lehtë që mba, në mbrëmje edhe në mëngjes me largu. Pastaj e shohim aja është një aparat që vendoset në formë rripi në gjaks, edhe vendoset si pulsoksimetër në gisht, edhe një gyp i oksigjenit në hunë shumë i hollë që me pa rrjedhjen e hundës. Me këtë trejpahisin ai thonë poligraf. Një atë poligrafin që e bëjnë te ata me pa për thotë vërtetën ajo. Pra me këto e masim pulsin, e masim frymarrjen, masim pastaj edhe oksigjenin në gjak, po masim edhe pozitën.